Kush nuk e di qëta, kush nuk e lezon këta, kush nuk e mëson këta, nuk e di se pejgamberi sa më pejgamber. Se pejgamberi ka ndru jetë. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ja ka rujt Allahu këtë pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam në mushaf, në Kur'an. Kush e lexon Kur'anin dhe lexon e din se pejgamberi sa më pejgamber. Argument thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sepse natyra e ligjeve të cilat kanë ardhur në Kur'an është jashtë kudretit njerëzor. Jashtë kudretit njerëzor. Për shembull, veç nëse e merr çdo lloj dispozite që vjen në Kur'an, ti thu që ta a ka mujt njeri me bëha. Ja po veç një arsye, ja veç një argument ja u kallzoj. Pejgamberi alayhis salam është insan. Momenti që ja kanë thënë dhamt, ta që ta kuptoni se kur të flet pejgamberi sallam dallon kur flet Kur'ani. Pejgamberi sallam kur ja kanë thënë dhamt, çka ka thënë? O Allah, mallkoj i shkatroj. Insan. Allahu xhela çish thot, Sura Ali Imran. Allahu xhela çfarë i thot pejgamberit alayhis salam? Ti nuk i ndor ai mallkon, ai u fal gjunahin. A që kjo është të kodrit në zora jo? O jetube alejhim, ose kam i t'i pruti i musliman. E tash vini re, tash ka jo njërzore, jashtë mundësive toksore. Qaj njeri që ka ka thi dhanë pejgamberit alayhis salam, ka arë musliman të pejgamberit salam. Qaj njeri që ka ka vra agjën, ka arë musliman të pejgamberit salam. A do është me pranue. A dhe kjo lyqë nuk o njërzor. E te kalon njeriun, e te kalon tokën, e te kalon qilën, vjen pi Rabbul Aleminit. Po këta si u vëzër, Kur'ani është argumenti pejgamberit alayhis salam. Argument tjetër, që është pejgamberi sallam pejgamber. Ki që të njari që kena të kalzu, pikujna të morë të ndërrojë më li. Pse une a kam jetu me Firaunin që jam të hini, dole, Musa, a une a kam pa, jo, ja. Sura Qasas, Sura Shuara, Sura A'raf, Sura Isra, Sura Naml. Këto vëzë pikujnë më nëna. Pejgamberit alayhis salam, mirë pa Allahu xhela ka rujt pejgamberin sa shpalljen. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit shpalljen dhe ne e ruajmë ata. Andaj shiko Allahu se ka rujt pejgamberin e pejgamberit alayhis salam me çfarë? Me shpallje. Andaj mas leti kur do mi thon dikujna që ta mëson fe islame, mos i thuj këshiro mua, se runa Zot na është gërditët. Thot tia, me na pa vëzën neve sot dikush që do mi thonë për shembull, këshiro mua dhe pa në musliman. Si tia, une nështë ta ma i mirë se të jam. A jemi vëzën na shembull për muslimanët? Për jo muslimanët? Shembull. Po të në këshire? A e shesh fanjeri ja? 1 milion hera ma i mirë se une. A jemi qashtu? Fatkeqësisht jo. Dhe këta nuk e them une vëzër, kanë thonë ulema plot ma herë. Kam përmen plot dhe ma, nuk jemi shembull. Ma e mira mi thonë, merë. Në librin Allahu që ka zbrit, lexo për pejgamberin alayhis salam, lexo për Muhamedit alayhis salam, si ka jetu, si është zhvillu, çfarë dispozite ka zbrit, çfarë Kurani ka zbrit, atëra kupton fen Allahu te bareke ve teala.